أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi këtë muaj madhështor ta mirëpres. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetet Allahu Azza wa Jall nga ne t'i pranon. Pra vëllezër të ndershëm, siç e dim dhe që është e bon e zakonshme thuajse çdo fillim dhe çdo mbarim tek muslimanët hasmi ndryshime të mendimeve të fillimit dhe mbarimit të ibadetit. Një ndër arsyet kryesore është se ata të cilët duhen ta zgjedhin këtë përgjegjësi faktikisht e neglizhojnë. E dyta prej atyre nga mungesa e të ekzistimit të një shteti musliman në përgjithësi, s'ka dyshim se këto debates nuk ka mundësi që të mbyllen dhe të përfundojnë. Pa është e rëndësishme një kriter, një send ta kuptoj, se njeriu në çështjet e ibadeteve duhet të ketë referencë. Referenca e dinit në veçanti i ibadetit është Kur'ani Kerimi, Sunneti pejgamberit Allahut dhe ixhmai. Këta në referenca që njeri kur del për Allahut Azza wa Jall të ketë arsye, për shkak se nuk lejohet njeriu të krijen një lloj ibadeti pa pas referencë për atë që e krijen. Nga se s'është e mundur që Allahut na urdhnon diçka dhe mos na sqaron atë që na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall se si ta krijejmë ne, në çfarë forme ta krijejmë. Një Hyundai Q2644 AC ta heke se ka zonë rrugën. Pra është e pamundur që njeriu që Allahu Azza wa Jall na urdhon diçka dhe mos na sqarojë një çështje se si këtë lloj të ibadetit ta krijejmë. Pra dhe të ndershëm ne siç kemi thonë në fillim dhe po themi dhe në mbarim. Mirë po mos kuptimi I disa çështjeve të fetare dhe mungesa e dijes fetare ka të njerëzit që krijon huti. Pse duhet fillohet agjerimi me shiqim dhe gjithashtu pse duhet të përfundohet me shiqim. Dhe nëse nuk kemi mundësi që ta vërejmë, pejgamberi Allahut nuk na ka lodhur neve më tepër, ka thonë plotësoni 30 ditë dhe keni në rregull. Pra vëllezër të ndershëm, ka ndryshuar mendimi I dietarëve. Një pakicë e dietarëve thojnë, nëse hana shifet me një vend, obligohen gjithë muslimanët që t'i pasojnë ato, qoftë në fillim apo qoftë në mbarim. Mirë po këtë mendim e kundërshton djali Axhës pejgamberit Allahut Abdullah ibn Abbas, dhe me referencë të fuqishme I cili thot se pejgamberi Allahut na ka urdhëruar, pra na ka urdhëruar diçka ndryshe. Çfarë I ka urdhëruar pejgamberi Allahut? Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, kur një sahabi vjen nga Shami, në kohën e Muawiye ibn Abi Sufjanit, apo tabiin, Kurej, I cili thot se ne me Muawiyen e kemi fillu agjerimin prej ditës së Xumë, ndërsa Medinasit e patën fillu agjerimin ditën e shtunë. Dhe I thot Ibn Abbasit, ne kena fillu ditën e Xumë, ndërsa Ibn Abbasi tha ne kemi fillu ditën e shtunë. Dhe çfarë do të veprojnë Medinasin në këtë rast? Ju lajmi se një ditë përpara është pa
dhe ka fillu agjerimi në Sham me shiqimin e Muavijës. Ibn Abbasi tha, ndërsa ne do të veprojmë kështu, 29 ditë agjerojmë dhe i shiqojmë. Nëse e shohmë honën, bëjmë bajram. Nëse nuk mund mi që ta shiqojmë honën, i plëtsojmë 30 ditë. Dhe vërtet nuk e pa në honë. Dhe i plëtsuan 30 ditë. Me anis pin ditën e gjumo, u banshin 31 ditë. Ska muj hënor 31 ditë. Ibn Abbasi tha, kështu nga ka porosit për nga meri Allah. Nga ki transmitim, shumica e djetarë me dhebit Hanefi, Shafi dhe Hambeli ka thonë se çdo vend e ka shiqimin e vetë. Për shkak se Ibn Abbasi s'ja ka pranuar shiqimin e Muavijës. Në Sham ka shiqim, në Medinë ka shiqim tjetër. Për atë nuk është bazu në ata të cilën e ka transmitu dhe nuk e ka përgënjeshtru. I ka thonë se keni pas mirë. Po çështja ai është detiru që ta agjeron 31 ditë. A ka hinë gjunaki që ka agjeru 31 ditë? Jo. Për shkak se ka referencë. Pra kur ka referencë vëllezër të ndërshme, dhe unë i takoj mendimi dytë që herët, dhe kjo është mendimi i Shekh Ibn Uthayminit dhe shumë dietarëve të famshëm, se çdo vend e ka shiqimin e vetë. Pra çdo vend duhet ta shiqojë. Nuk duhet të bazohemi as shiqimin e Mekës, as të Medinës, e as Shamit, e as Turqijës, po si cili vend e ka shiqimin e vetë. Dhe kam thonë dhe merë, sikur që ne, tek ne të shiqohet hona, ne do të bazohemi në shiqimin e tyre. Nëse dojme kena po, për t'i bashku zemrët e muslimanve dhe kje është hadithi referencë për ne, që thot pejgamberi Allahut se agjerim është për muslimanët atë ditë ku të agjerojnë njerëzit. Cëllët njerëz? Njerëz që e shiqojnë honën. Dhe Fitr Bajram është atë ditë kur do të qelin, do të bëjnë bajram kush ata që e shiqojnë honën. Pra pejgamberi Allahut e ka definu këtë çështje. Na me kanë duhet shkojmë me musliman. Pra nuk duhet të krijojmë përçarje. Po pse na janë nisur një ditë përpara, ju vetë ato jeni që keni kriju përçarje. Për shkak se ata të cilët na i fillojnë agjerimin na thanë neve, na treguan se ne nuk e shiqojmë unë. Nuk dalmi me shiqu. Ne llogarismi. E llogaria astronomike tek na nuk është referencë sheriat. Llogaritja matematikore e astronomëve tek ne nuk është referencë në islam në ibadet. Se pejgamberi Allahut ka thonë, ne jeni një umet që nuk bojmë llogari. Pra mua jeni 29 ditë apo 30 ditë. S'ka mundësi me qenë as 28 as 31. Pra kur është kjo çështje vëllezër të ndërshëm, ne të jemi sidomos në këtë vit më të sakt se rregulli më i parafër dhe më i drejt kishte me qenë që më u bazu me muslimanët të cilët e shiqojnë dhe janë më afër nesh. Pra si kur Turqia ta shiqoje, na kishme shku me Turqi. Dhe kishme lënë përgjegjësitë atinve dhe na kena referencë nëse Allahu na pyet pse keni fillu këtë ditë, pse keni qelë këtë ditë, na i thëshmi se Turqia ka shiqu dhe na ka thonë se kena pa, po se keni pa, pyetni ato se a kanë bë politik apo ka qenë të saktë. Mirë po Turqia në thot neve se unë nuk dal me shiqu. Turqia në thot neve në bazomi në logaritja astronomik. Dhe kjo nuk është referencë në islam. Pra nuk është fillimi dhe mbarimi i ibadetit as me shiqim. Edhe kjo ama e çuditshme këtë vit. Në 17 shkurt ka lind hona, 19 shkurt ja filloi në xherim. Dhe me matematik nuk i del. Ama thot jo, ka dalë prit, mos u gut. Se për çka se një element që nuk e di cila është, për çka se na e kena me matematik, me astronomi, ama e shtojmë edhe diçka tjetër. Çka shtoni ju? Apo me di? Tha na ja shtojmë gjithashtu mundësinë e shiqimit të onës. Çka do të thonë mundësinë? Do të thotë që masi të lindë ona, se ato të lindë të astronomët ona kur hub. Të ne lindë kur shiqohet.
Thot mundësia e shiqimit tonë do të thot sa shkon parafërsisht e këtu khilafi i madh mes atyre. Do ka thonë 3 orë, do 4 orë, do 6 orë, do 10 orë, do 11 orë, do me thonë që masit lindë dhe hona, të astronomët, do të mi pritë edhe 10 orë. E tash nëse lindë hona në drek, nuk mundë të të kësha mu po. Pse? Se si banë dhe tu? E kuptut? E kur shivët nesër promë? Kështu kanë vepru si vjetë. Do me thonë që mundësia e shiqimit të honës. E na i thojmë atyrme, pse u lodh një këtë shumë? Mas i qenë ka shiqimi honës e referent, pse se shiqoni mërë? Edhe kryet kjo qështë. Pse logariqë? Kurse është mundësia, ju po thoni se mundësia e shiqimit është domosdoshme. Pse e neglizhoni të domosdoshmen, e mirë një referencë matematikën që nuk është referencë të ju. Se mu pas qenë referencë, këtë lindë e hona dhe në sifir, ju duni me agjeruat ditë. Apo me bo kazor dhe kështu me rodh shumë dilema të lindin në ta. Pra si vjetë vëlledhë të ndërshëm. E tash, Turqia nuk e shiqoj, Siria e shiqoj dhe nuk e pa. Dhe ma rrugës ka qenë me shkuna me Siri se sa me shku me Saudi. A që vërtet? Në të aspektin që cili është geografikisht ma afër për ne. Mirë po për çështjen e Siris neve s'na ka ardhur lajm. S'na pat ardhur lajm. Çështja e Siris, sa e kanë po, as e ka po. Neve në lojmi se e kanë po dhe në kanë fillu me ata të cilët e lajmëruan se e kanë po. E tash ne kena gabu apo s'kena gabu? Ne mujnë me pas qëllu ditën e sakt dhe mujnë me gabu. Mi po shëriata kena gabu, s'kena gabu. Për çka s'kena gabu? Për çka këse ne jena bazu me musliman që e kanë shiqu, që nga ka thonë pejgamberi Allahu. Për këtë arsye ne fillojmë me musliman që e shiqojnë, që e kanë po, dhe gjithashtu e qelmi me musliman të cilët e kanë po. E po tash në pyet njoni dhe ka të drejtë me thonë, pse ju speqelni nesër me Afganistan apo Marok? Kurse do e kanë po? Për shkak se vëllezër të ndërshëm këtë rast unë mendoj se lejohet me punu me mendimin më të dobët, edhe nëse ekziston mendimi më i fortë për t'i bashku zemrët. Po dhe njoni, po pse për astronomi nuk u bazove mi bashku zemrët veni jorë mas i bazuan ta? Për shkak se astronomia nuk është objektiv, nuk është referencë në fe. Për shkak se njoni me dal para nesh, me na i fal namazin, pa abdes, dhe njoni me dal, mi dhonë në mes qerapave që nuk e shef ki gjematlia mu ju i lidh ati na ju kishmi lidh. Ka dalim kjo qështë. Ai që ka referencë, edhe pse mendimi im është ndrysh, lejohet ti me vepru me mendimin e ati për çkak ti bashku zemrat e muslimanëve. Amo nuk lejohet për bashkimin e zemrave të muslimanëve pa referencë. Kjo është mendimi im dhe unë i takoj atij mendimi. Për këtë arsye shumë shtete që cilët dolën për ta shiqu honën nuk mundën me pa për shkak pengesëve. A ka ma pas mundësi me linë? Ka pas mundësi. Po edhe të ne koha thuj se e njëjtë ka qenë. Edhe ne me pas dalë prapë se këshmi pa. Për këtë arsye pejgamberi Allahut ka thonë, nëse nuk e shifni plotësone 30 ditë, dhe ne po e plotësojmë. Dhe kjo është ibadet që në këtë formë ne afrohemi te Allahu Azza wa Jall, edhe veprojmë me hadithin e pejgamberit Allahut se saumu yawma tasumun, agjerim është kur të agjerojnë njerëzit, amo jo çdo lloj njeri, po njerëzit që e shiqojnë honën. Na kena tash musliman që e kanë shiqu honën dhe se kanë po, kena plot. Pra ne referencën këta e kena. Pra ta dhe njëjtën kohë bojmë unifikim, bashkim të muslimanëve treve tona, dhe kjo nuk ka ku një farë problem. Për shkak se ka referencë. Ndërsa nëse dikush e ka mendimin se kur del hona be një vend e ka të obligueshme, të detirueshme, që aj atë dit me bo bajram, edhe aj ka mendim fejnë Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye kjo nuk duhet të krijohet debati për çarjeve dhe thevje zemrave, për derisa të ditë janë ato që bazohen në argumente. Ne jema kundër atinve të cilët nuk kanë referencë islame, e nuk jemi kundër atinve të cilët kanë referencë islame, dhe këto dimendime nuk janë të sodit, po dimendime janë të vjetra, pise ekzistojnë thujse muslimanët
pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, siç kanë thonë dietarët, se vetëm një rast nuk lejohet të kundërshtohet, nëse ka halife dhe ai e ka një pushtet, nuk mundesh me thonë ti se unë valla mendimi ndryshe e kam, për çka se për halifën krejt pushteti vet as sikur një vend. Për shkak se edhe për Ibn Taymija që thot, në çdo 1000 kilometra ka mundësi të ndryshon lindja e honës, megjithatë. Edhe pse thot kështu, se çdo vend e ka shiqimin e vet, që ona ka mundësi mu pa në Afganistan dhe mos mu pa të nashe mundur. Ashe mundur realisht. Mirë po thot, nëse halifja e shef me një vend, obligohen të gjithë musliman që ta pasojnë halifën e muslimanëve, për çka se për halifën një vend është aq se e ka shtetin e vet. Vetëm këtu detirohemi atëherë të jemi të unifikuar jashtë kësajne, ka hapësirë të ndryshohet mendimi, vetëm kusht është që të ketë referencë të saktë, dhe mendojmë nëse referenca është e saktë, edhe këtu është dallimi mendoj dhe mes bidatit dhe kundërshtimit të sunetit. Bidat është çdo send që s'ka bazë në fe. Kundërshtimi sunetit është çdo send që ka bazë në fe. Mirë po, në këtë rasti e kundërshton pejgamberin e Allahut, në këtë rast e kundërshton pejgamberin e Allahut në atë ditë që vepron. Pejgamberi i Allahut ka xheruar edhe nafile. Dhe njëri prej neve ngritet, për shembull, agjeron ditën e martë apo ditën e mërkur, akuzë sunet në ditën e anë. Kjo e ka kundërshtuar pejgamberi i Allahut. Ama agjerimi si agjerim është i saktë atij. Agjerimi si agjerim është i saktë i tij. Mirë, po me pretendu se sunet ditën e martë apo ditën e mërkur, apo deri ditë që s'ka agjeru pejgamberi i Allahut, kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit Allahut. Pejgamberi i Allahut gjithashtu ka bën dua dhe i ka ngrit duart kur ka bën dua. Mirë, po me bën dua me xhamat, kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit Allahut. Kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit Allahut. Për shkak se nuk transmetohet sipas shumicës së dietarëve apo sipas muhaddithëve, transmetimet janë të dobta që njeriu të bën dua bashkarisht me xhamatin. Përveç në raste specifike kur pejgamberi Allahut ka bën dua për të li prej Allahut azza wa jall shi, apo dua që transmetohet nga sahabët që kanë bën vitër. Mirë, po dua me bën mas namazit, me bën në vetë lejohet. Dhe transmetohet gjithashtu se pejgamberi Allahut ka thonë duaja më e pranuar në fund të namazit. Dhe kanë ndryshuar mendimin dietar, a para selamit apo mas selamit, po ban dhe mas farzit. Dhe kjo është mendim i fuqish. Po megjithatë me bën me xhamat që janë kundërshtim me sunetin e pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut nuk e ka bën. Mirë, po a ka bën dua po. Ai ka ngrit durt po. Pra kjo është mendoj se dallimi mes bidatit dhe kundërshtimit të sunetit të pejgamberit Allahut. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na furnizon me dituri të dobishme, dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na inspiron të vërtetën dhe na dashuron dhe na mundson që ta pasojmë atë. Wa qulu qabli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.